Bajrami Xhepi, para se me qenë antare i PDK-s, kanë qenë antare i LDK-s. Ka qenë doktor i luftës, ka qenë humanist, ka qenë kryeministri parë i Kosovës me përkrahjen e doktor Ibrahim Rogovës, pra të 27 vjetorit të rënjes së dëshmorit Arni Elendini Koshtova, propozimi erdhi si rrevoja saj. Ti, për shkak personalisht, se kujtu kur njëherë me e ngrit një iniciativë as për Bajrami Xhepin, as për Arni Kostovën. Por mos me qitë keqe dhe PDK-n që mas 4 vite qeverisjes nuk e ka lënë asnjë shenjë për ish-kryeministin e parë të Republikës Kosovës Bajrami Xhepin. Atëherë, pikërisht nuk mos me politizojmë, po për këtë ne do të ulemi të diskutojmë dhe ka nevojë për emërtime të reja, të figurave të reja, të rrugëve e shesheve, e në të cilën ne duhet me pas një konsenzus gjanë. Unë jam keq pse pendon në këtë punë si politike. Nuk e di Arni Elendini Koshtova që ka qenë antar një subjekti politik. Jo, e fakt. E para, e dyta, Bajrami Xhepi, para se me qenë antare i PDK-s, kanë qenë antare i LDK-s. Ka qenë doktor i luftës, ka qenë humanist, ka qenë kryeministri parë i Kosovës me përkrahjen e doktor Ibrahim Rogovës, edhe ka qenë njëri prej kryetarëve të parë të kësaj komune. Ka kontribut jashtëzakonisht madh për vendin. Ky propozim duhet shihet për te bindjeve politike, seriozisht duhet shihet për te bindjeve politike, por me qenë se jep tash në prag të 27 vjetorit të rënjes së dëshmorit Arni Elendini Koshtova, propozimi erdhi si rrevoja saj. Jo pse unë e deshta, nuk po them me marrë vendim sot. Duhet më kuptu drejt çka deshta me thonë. Thash kërkoj me u inicu procedura i emërtimit të këtyre dy lokacioneve. 4 vjet qeverisje, nuk është për kujtu pikërisht këta shumica për tyre ka qenë ekzekutiv ti, për shkak personalisht, se kujtu kur njëherë me e ngrit një iniciativë as për Bajrami Xhepin, as për Arni Kostovën. Dihet ku është kapitali i Arni Kostovës. Ku është? Ku është? Kush e ka bërë për mendurin? Kush e ka bërë? Veç pa. Kush e ka bërë për mendurin në Arni Kostovës? 4 vjet kujna nuk i ka interesuar me propozu. Përveç kësaj, ne kemi propozu. Çështja është që unë mendoj që emërtimet individuale nuk duhet me qenë pjesë e diskutimit me personat dhe potencialisht më shndru në objekt të përplasjes mes të zgjedhërave të popullit. Ka shumë propozime, ka shumë emra kredibil që kanë dhënë shumë e kanë kontribuar jashtëzakonisht për Mitrovicën dhe për Kosovën, në mesin e tyre edhe këta guvernat që ju përmend. Po ta zonë për mos me qitë keqe dhe PDK-n që mas 4 vite qeverisjes nuk e ka lënë asnjë shenjë për ish-kryeministin e parë të Republikës Kosovës Bajrami Xhepin. Atëherë, pikërisht nuk mos me politizojmë, edhe me qenë se ju do të thotë keni përmend Bajrami Xhepin për 4 vite për me dhënë dikun emërtimin në lokacionit caktuar, unë jam që edhe emri i respektuar i Bajrami Xhepit si kryeministri i parë, me qenë pjesë e emërtimeve në qytet, sikur se jam për dëshmorin fjalë dhe për shumë të tjerë, po për këtë ne do të ulemi të diskutojmë dhe ka nevojë për emërtime të reja, të figurave të reja, të rrugëve e shesheve, e në të cilën ne duhet me pas një konsenzus gjanë potencialisht për gjitha këto emërtime të reja që do të vijnë.